Ish banorët e Big Brother VIP 4 në dhimbje për Gjestin. Një familje e ndarë nga tragjedia. Tragjedia që goditi familjen Kelmendi ka tronditur thellë opinionin publik dhe komunitetin artistik në mbar trojet shqiptare. Vëllai i këngëtarit të njohur kosovar Gjesti ka humbur jetën në një aksident të rënd rrugor që ndodhi pranë Pejës, duke lënë pas dhimbje të madhe për familjarët, miqt dhe të gjithë ata që e njihnin. Gjest Kelmendi, i njohur për publikun si fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP, ka marrë një përkrahje të madhe nga publiku dhe kolegët e tij në këto momente të errta. Ish banorët e Big Brother VIP 4, me të cilët ai ndau eksperiencën e spektaklit më të ndjekur në vend, janë bashkuar në dhimbje dhe kanë reaguar me mesazhe prekse solidariteti dhe ngushëllimi. Rozana Radi, finaliste e këtij edicioni, shprehu dhimbjen e saj përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shkroi: "Kur mos të kishe ardhur dita e sotme." Një mesazh i shkurtër, por që përçoi qartë dhimbjen dhe tronditjen që ka sjellë kjo humbje. Edhe ish banorët Loredana Brati, Krisa Çaushi, Amber dhe shumë të tjerë kanë ndarë mesazhe ngushëllimi, duke konsideruar këtë ndodhi si një tragjedi që i ka prekur të gjithë përtej ekranit dhe skenës. Nëpërmjet postimeve të tyre, ata kanë treguar se lidhjet e krijuara brenda shtëpisë së Big Brother VIP nuk janë thjesht pjesë e një formati televiziv, por shpesh ndërrohen në marrëdhënie të sinqerta, që vazhdojnë edhe jashtë, në momente gëzimi, por edhe në momente dhimbjeje si kjo. Përveç ish banorëve, edhe artistë të tjerë, figura publike dhe njerëz të medias kanë shprehur ngushëllimet e tyre për Gjestin dhe familjen e tij, duke përshkruar Eldionin si një të ri të qetë, të dashur dhe të respektuar nga të gjithë.